Territori i Kosovës për datën 14 prill 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i paqëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe rreshje të izoluara shiu në disa zona. Paraditja do të ketë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave, ndërsa pasditja vijon me mundësi për rreshje të dobta lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:49 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica 8 deri në 20 gradë Celsius, Podujev 6 deri në 18 gradë Celsius, Skënderaj 9 deri në 20 gradë Celsius, Pej 11 deri në 17 gradë Celsius, Prishtinë 9 deri në 19 gradë Celsius, Gjakov 11 deri në 21 gradë Celsius, Malishev 10 deri në 20 gradë Celsius, Gjilan 8 deri në 18 gradë Celsius, Ferizaj 8 deri në 19 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 17 gradë Celsius, Suharek 10 deri në 22 gradë Celsius, Prizren 10 deri në 20 gradë Celsius.